Miqtë Pakistan ju përshëndes. Erdhi më në fund mama vështata, e kishim shumë pritur gjatë gjithë kësaj kohe, ka ardhur në plot 6 ngjyra dhe një ngjyrë që e kishim ekzistuese 7 kombinime në total. Kjo që keni këtu është ngjyra besh, është një nga ngjyrat më të bukura dhe më të veçanta që neve na ka ardhur, është tepër e këndshme, na vjen set me 3 kosha, passegjino, por bebe, ka çantën, ka dhe soggiolino. Soggiolino është universale, është zezë për të gjitha ngjyrat që neve kemi hapur deri tani. Kjo është një soggiolino deri 13 kg, do ta vendoset në karrocë ta shihni. Është jashtëzakonisht shumë e lehtë. Është një karrocë e bollshme, me goma të mëdha, me skelet lart, është tepër e këndshme edhe si paraqitje, por edhe si cilësi. Pjesa e brendshme është me një dyshek të bardhë të rehatshëm. Pjesa e kokës është komplet nga mbrapa e hapur e ekspozuar në mënyrë që mos të krijojë abu edhe mbuk. Pjesa e çadrës ulet dhe ngrihet. Tani do ju tregoj edhe koshën tjetër. Tani është soggiolino. Kjo është një kosh tepër estetik, ngjan shumë bukur vendosur në karrocë, por nuk është vetëm çështja e paraqitjes. Ky është një kosh që siç e shikoni, pjesën e brendshme e ka tepër të rehatshme për bebe 0 muaj, qoftë edhe për ta nxjerrë nga materniteti, sepse pavarësisht se këtu nuk është shumë detyrim ligjor, ama duhet të dali nga materniteti me soggiolino. Ashtu siç siguroheni për veten, ashtu duhet të sigurohet edhe për bushin në makinë. Në makinë kjo lidhet me autorikave të sigurimit, skemën e lidhjes e ka të ngjitur në anësore si çdo soggiolino tjetër. Tani do vendos edhe koshin passegjino, i cili mund të fiksohet në këtë mënyrë, me fytyrë nga brenda, por edhe me fytyrë nga jashtë, në këtë formë. Edhe kështu ngjan tepër elegante, kjo është ishte mbulesa dimore, mbulesa e këmbëve. Shikoj se sa elegante dhe sa formë të lezetshme ka si karrocë. Këtu është pjesa që përdoret për ajrim, por edhe për monitorimin e bebit, kur e keni me fytyrë kundra prindërve, dhe këtu janë nivelet e shtrirjes së karrocës, e cila shtrihet 180 gradë, pra ka shtrije të plot, nëse do bushin tuaj jeni në shëtitje dhe e zë gjumi. Ka një palosit tepër interesante, paloset edhe me gjithkosh, tani do ja demonstroj. Në fillim me që e kam në dorë, po ju a kthej njërin nga brenda që ta shikoni se si përdoret, sepse për shembull, masi ju ishni koshin për bebe, ndoshta fëmia nuk është mësuar akoma që tri plotësisht me fytyrë andej, dhe për ta bërë më komod qëndrimin, e vendosim kështu. Tani do ju tregoj se si mbyllet dhe gjithë karroca me gjithë kosh dhe gjithë skeleti pa koshin. Tani në momentin që ne e mbyllim deri këtu, i japim dhe një vëshitje të lehtë që këto të dyja të bashkohen. Atëherë ndjen se skeleti lëshohet dhe susta e ka shkëputur. Kështu është e mbyllur, nuk mund të them që nuk rëndon, sepse rëndon pak, është bashkë me koshin, por nëse ju nuk doni që të rëndoj kaq shumë ose nuk e keni të nevojshëm, shikoni pak kalurin e sigurisë. Nuk mund të hapet nëse ju nuk e nxjeni nga siguresa. Kjo është për efekt siguri në transport. Tani do t'i heq koshën dhe do bëj vetëm mbylljen e skeletit. Ja se si bëhet mbyllja, kaq lehtë, kaq kollaj. Doja ta bëja këtë video në limitet e minutazhit, maksimumi 1-2 minuta. E di që nuk mund të ri pa folur kaq gjatë për një karrocë kaq të rehatshme me kaq shumë opsione dhe në vetëm 350.000 lekë. Keni menten, keni kafen, keni grin, të zezën me silver, të zezën me gold, të zezën me skelet të zi dhe ngjyra pistakjo që ka qenë ekzistuese nga koleksioni i kaluar. Nxitoni ti përfitoni. Faleminderit.